Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya ilahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplot. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Vazhdojmë të jetojmë në ditët e bekuara të adhurimit madhështor të haxhit. Dhe sot në emisionin ton të flasim pikërisht për haxhin dhe tema do të jetë haxhi, thirrja e Allahut për të gjithë njerëzimin. Në ajetet 27 dhe 28 të surës Haxh, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. Që do thot, thirri njerëzit për haxh. Ata do të vinë në këmbë dhe me deve prej të gjitha viseve të largëta, që të dëshmojnë dobitë e tyre dhe të përmendin Allahun në ditët e caktuara mbi kafshat për kurban, të cilat ua ka dhuruar ai për Allahu. Hani nga ato pa mishin e tyre dhe ushqeni nevojtarin e varfër. Këto dy ajetet e begata të surës Haxh përmbledhin filozofinë, qëllimet, dobitë dhe frytet e haxhit. Si të gjitha ajetet e Kuranit të shenjtë, edhe këto dy ajete janë të mbushura me mesazhe dhe me mësime edukative për të gjithë njerëzit dhe jo vetëm për muslimanët. Nga këto ajete kuptohet se haxhi është thirrja e Allahut për gjithë njerëzimin. Allahu e urdhëroi profetin Ibrahim alayhis salam që t'i thras njerëzit në haxh. Kjo tregon se haxhi nuk është një adhurim lokal apo kombëtar, por është adhurim universal. Dhe jehona e tij vazhdon deri sot dhe prek zemrat e miliona njerëzve në çdo kohë, në çdo epokë. Zemrat e besimtarve janë të lidhura me Ka'ben, me një lidhje hynore të shenjtë dhe shumë të fuqishme. Ai që shkon në haxh, në të vërtetë, ai përgjigjet ftesës së Allahut fuqiplot. Por çfarë kuptimi ka thirrja për haxh? Thirrja për haxh nuk nënkupton vetëm një udhëtim fizik drejt Mekës, por një ftesë universale nga Allahu për kthim tek ai, pra tek Allahu fuqiplot. Ftesë për bashkim, për pastrim, për ringjallje të zemrës. Thirrja për haxh është thirrje për kthim pra tek Allahu. Haxhi është si një zë hynor që i thot njeriu, lëri pas lidhjet e dynjas dhe eja tek unë. Prandaj haxhiu dhe haxhesha
heqin rrobat e zakonshme dhe veshin ihramin, sikur po largohet nga ata krenaria, pozita, pasuria dhe dallimet njerëzore. Të gjithë bëhen të barabartë para Allahut në haxh. Thirrja për haxh është thirrje për unitetin e njerëzimit. Në haxh mblidhen njerëz nga çdo racë, ngjyrë, gjuhë dhe komb. Të gjithë thonë të njëjtën frazë: Labbaik Allahumma labbaik. Tu përgjigja, o Allah, tu përgjigja. Kjo tregon se njerëzimi ka një Zot, një drejtim dhe një qëllim të përbashkët. Haxhi e shuan ndjenjën e përçarjes dhe i kujton njeriut se vlera nuk është tek ngjyra, tek gjuha, tek kombi, tek pozita, por vlera qëndron tek devotshmëria. Thirrja për haxh është zgjim, është një thirrje për zgjim shpirtëror. Shumë njerëz jetojnë të zhytur në rutinë, në mëkate ose harres. Haxhi është një thirrje për të zgjuar që të reflektosh mbi jetën, të pendohesh, të pastrosh zemrën dhe të fillosh një jetë të re. Prandaj, në hadithe thuhet se haxhi i pranuar e kthen njeriu si ditën që e ka lindur nëna e tij, pra të pastër pa mëkate. Thirrja për haxh është thirrje për sakrificë dhe dorëzim. Çdo ritual i haxhit lidhet me një histori sakrifice të Ibrahimit dhe bindjes së tij, të Haxherit me durimin e saj dhe të Ismailit me nënshtrimin e tij ndaj urdhrit të Allahut fuqiplot. Pra haxhi i thret njerëzit të jetojnë me besim, me durim dhe me bindje ndaj krijuesit. Thirrja për haxh është thirrje universale dhe jo vetëm për muslimanët. Edhe pse haxhin e kryen muslimanët, por mesazhi i tij është për të gjithë njerëzimin. Mesazhi i haxhit është mesazh për drejtësi, për barazi, për paqë, për adhurimin e Zotit të vetëm dhe për largim nga egoja, nga padrejtësia dhe nga mëkatet. Thirrja për haxh është sikur Allahu po i fton të gjithë njerëzit të njohin origjinën dhe destinacionin e tyre. Sepse origjina e njerëzve është pra Allahu dhe destinacioni i fundit do të përsëri Allahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne të Allahut jemi dhe tek Allahu do të kthehemi. Në ajetin 27 për ajetëve për të surës Haxh, ky ajet na mëson sakrificën në rrugën e Allahut. Ai përmend ecje në këmbë, udhtimin e gjatë dhe lodhin. Gjithashtu na mëson se rruga drejt Allahut kërkon mund, durim dhe sakrificë. Ajeti na mëson se vlera e haxhit lidhet edhe me vështirësinë dhe me përkushtimin. Këto dy ajete na mësojnë barazinë e njerëzve para Allahut. Në haxh nuk ka dallim mes të pasurit dhe të varfrit, mes racave, gjuhëve dhe kombëve. Të gjithë veshin një robë të përbashkët i hramin dhe qëndrojnë para Allahut si robër të barabartë. Kjo është një shkollë e unitetit, e vllazërisë islame dhe e thyrjes së mendjemallësisë dhe arrogancës. Këto ajete na mësojnë se përmendja e Allahut është zemra e haxhit. Në ajetin 28 thuhet dhe të përmendin emrin e Allahut. Çdo rit i haxhit duhet të jetë i mbushur me dhikr, pra me përmendjen e Allahut, me vetdije dhe me sinqeritet. Qëllimi final është afrimi tek Allahu, jo turizmi apo fama. Ajeti na mëson kujdesin për të varfërit,
Allahu urdhëron e thot, hani nga ato dhe ushqeni nevojtarin e varfër. Kjo tregon se Islami e lidh adhurimin me solidaritetin shoqëror. Kurbani nuk është vetëm ritual, por mëshirë dhe ndihmë për njerëzit. Besimtari nuk mendon vetëm për veten, por edhe për të uriturin dhe nevojtarin. Haxhi nuk është vetëm lëvizje trupore, por transformim i njeriut dhe i umetit i bashkësisë. Ajetet na mësojnë, pra ajeti 27 dhe 28 në surën Haxh, na mësojnë se qëllimi i haxhit nuk është vetëm rituali, sepse Allahu thot që të dëshmojnë dobitë e tyre. Dhe nga kjo pra, kuptojmë se haxhi ka dobi shpirtërore, morale, shoqërore, politike, ekonomike dhe edukative. Dobit shpirtërore të haxhit janë, e para, pastrimi nga gjunahet. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë, kush bën haxhin dhe nuk bën gjunahe është thurje, kthehet si ditën që e ka lindur nëna. Nga ky hadith kuptohet qartë se haxhi është rilindje shpirtërore. E dyta, dobia e dytë shpirtërore është forcimi i devotshmërisë. Haxhi e shkput njeriu nga luksi dhe egoja, e afron me Allahun dhe i kujton ahiretin, botën tjetër dhe ditën e gjykimit që do të dalë të japi llogari për gjithçka që ka bërë në këtë jetë. Ihrami i ngjan qefinit dhe tubimi i njerëzve ngjan me ringjalljen. Dobit morale dhe edukative të haxhit janë, haxhi edukon njeriu me durim, me disiplinë, me vetkontroll, me moral të mirë dhe respekt ndaj të tjerëve. Në haxh njeriu mëson të mos debatoj, të mos ofendoj dhe të mos dëmtoj askënd. Dobit shoqërore dhe politike të haxhit janë, e para, bashkimi i umetit islam. Në haxh muslimanët nga gjithë bota njihen me njëri tjetrin, shkëmbejnë përvoja dhe ndjejnë forcën e unitetit dhe të umetit. Haxhi është kongresi më i madh vjetor i muslimanëve. Dobia e dytë shoqërore dhe politike është ndërgjegjësimi dhe gjendja e umetit e bashkësisë islame. Besimtarët në haxh kuptojnë hallat e muslimanëve, padrejtësitë dhe nevojën për bashkëpunim dhe unitet për t'i bërë ballë sfidave, problemeve, padrejtësive dhe vështirësive me të cilat po kalon umeti islam. Dobit ekonomike të haxhit janë, apo dobia ekonomike e haxhit pa është se që nga koha e lashtë, haxhi ka qenë edhe shkëmbim madhash, zhvillim tregtie dhe lidhje ekonomike mes vendeve islame. Islami kërkon që aspekti material të mos e mbuloj qëllimin shpirtëror të haxhit. Dobit intelektuale dhe kulturore të haxhit janë sepse në haxh dietarët takohen, përhapen njohurit dhe shkëmbehen ide dhe përvoja. Historikisht, haxhi ka qenë një nga rrugët më të mëdha të përhapjes së dijes islame. Të dashur vëllezër dhe motra, mesazhi më i madh i haxhit është se ai është udhtim, pra haxhi është udhtim nga egoja tek Allahu, nga përçarja tek uniteti, nga mëkati tek pendimi dhe nga materializmi tek spiritualiteti. Haxhi i kujton njeriu se është rob i Allahut, se jeta është udhtim dhe se kthimi final është tek Allahu i vetëm dhe i pashoq. Haxhi nuk është vetëm udhtim drejt Ka'bes, por është udhtim nga vetja drejt krijuesit Allahut fuqiplot. Nuk është vetëm ecje në tokë, por është ngritje e shpirtit drejt qiellit. Haxhi nuk është vetëm thirrje për disa njerëz, por
është ftesa e Allahut për të gjithë njerëzimin që të kthehet tek ai, tek Allahu. Në surën Hajj ajeti 32, Allahu i madhuruar thot: "Wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub." E kush madhron shenjat e fesë Allahut tregon për kushtimin e zemrës së tij. Nga ky ajet mësojmë se madhërimi dhe respektimi i shenjave të Allahut, si adhurimet, vendet e shenjta, simbolet fetare dhe çdo gjë që lidhet me fen, është tregues i pastërtisë, devotshmërisë dhe i përkushtimit të zemrës. Padyshim që haxhi është prej shenjave të mëdha të Allahut dhe për këtë duhet respektuar, duhet nderuar dhe duhet vepruar ata që kanë mundësinë për ta kryer pra haxhin. Besimi i vërtet nuk mbetet vetëm në fjalë, por shfaqet edhe në mënyrën se si njeriu i respekton dhe i nderon gjërat që Allahu i ka bërë të shenjta. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë haxhi është pastrim gjunahës mes tij dhe një haxhi para tij. Haxhi, siç e thamë më parë, është rilindje shpirtërore për besimtarin. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: ai njeri që e kryen haxhin të plotë dhe të sakt, pastrohet prej mëkateve dhe kthehet si atë ditë që e ka lindur e ëma. Pra, këto ishin mësimet, mesazhet e dy ajeteve për 27-28 të surës Hajj. E lusë Allahun që të na bëjë për atyre që e lexojnë Kur'anin, e kuptojnë dhe e zbatojnë në jetën e përditshme. Allahu u apranoft haxhinjve haxhin dhe inshallah të kthehen shëndoshë mirë. Allahu ju ruajt ju, familjet tuaja kudo që t'jeni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.